Gjermania po shqyrton një taks për 10% për platformat e mëdha online si Google dhe Facebook, tha burime nga Ministria e Kulturës në vend. Ky veprim pritet të rrisë tensione tregtare me administratën Trump. Propozimi vjen ndërsa kancelari Friedrich Merz pritet të udhëtojë së shpejti në Washington për të takuar me presidentin Donald Trump. Megjithëse takimi nuk është njoftuar ende zyrtarisht, Trump në të kaluarën ka thënë se nuk do të lejojë që qeveritë e huaja të përvetësojnë bazën tatimore të Amerikës për përfitimin e tyre. Ministria e Kulturës gjermane tha se zyrtarët po hartonin një propozim legjislativ ndërsa kërkonin gjithashtu bisedime me operatorët e platformave. Këto korporata bëjnë miliarda dollar biznes në Gjermani me marzhe fitimi jashtëzakonisht të larta dhe përfitojnë shumë nga prodhimi mediatik dhe kulturor i vendit, si dhe nga infrastruktura e tij, por ato paguajnë shumë pak taksa dhe investojnë shumë në vend, tha burime brenda ministrisë. Partitë qeverisëse të Gjermanisë rënë dakord më parë këtë vit për të shqyrtuar vendosjen e një takse për shërbimet digjitale, por kjo nuk ishte në listën e prioriteteve të koalicionit. Qeveria e re ende nuk e ka aprovuar propozimin sipas zyrtarëve. Nëse Gjermania vazhdon me taksën mbi të ardhurat për ofruesit e shërbimeve digjitale, ajo do t'i bashkojë një grup i vendesh të tjera që kanë realizuar këtë, si Britania, Franca, Italia, Spanja, Turqia, India, Austria dhe Kanadaja. Gjatë mandatit të parë të Trump, zyra e përfaqësuesit tregtar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nisi një hetim mbi praktikat e padrejta tregtare kundrejt disa prej këtyre vendeve. Sipas tyre, ato praktika diskriminonin kompanitë amerikane, duke hapur rrugën për tarifa akmarrëse për importe të caktuara.